Unë jam shumë e fat që më ka hyrë në jetë edhe vjera jam që është si nona jam e dytë. E asaj e la djalin kështu. A është kajt, a është smut, a shka është, e di që e kom lënë durë sigurta dhe është si me majtun, si me majt ajo. Tjerën e kam mbështesje shumë të madhe. Sa është e vështirë për një nanë më konë pjesë e kësaj industrie, të pas parasysh që djalin e ki bajagit vogël, edhe me lënë të shtëpia dhe më shku me kënu në mbrëmje, se ti ditën këke me tonë, është ta qëtë në gjëmë dhe shkon kënan. Është problem se verës po tregoj drejt prej gjumit, prap jam në rrugë, se dos ma shumicën i kam në Maqedoninë e Veriut, të shqiptarët e Maqedonisë, edhe koha dhe më thonë është shumë e shkurtë që unë muj me pa djalin në sezon, po e kam një përkrye shumë të madhe për rrethit, për familjes burrit, për familjes tem, kështu që është e vështirë, por shumë e menaxhueshme. E kom thënë edhe më herët, kur ta ki përkryen e rrethit, gjithçka është e realizueshme. Unë përndryshe jam edhe e kam edhe një biznes, mirna me fustane solemne kështu. Përveç muzikës, do më thënë, e kam gjetë vetën të këqyrë me bë dhe diçka tjetër. Kjo jo pse ki kohë, po pse e ki një përkrye shumë të madhe dhe të dhojnë hapësirë mu zhvillu edhe ma tepër. Kështu që është me fat ai që i ka njerëzit si unë jam shumë me fat që i kam. Prej cilin prej antarët familjes njihesh më me fat që ki, në çdo moment kur je të e menu, cili është ai që të ka nejt mas afër ose të rren mas afërmi, edhe në çet periudhën që tash më veç djalin e ki të vogël edhe që ja dorëzon kështu me dy durt edhe e den kujt. Po tash. S'ka veç me pyetje të lehta. Personi më i rëndësishëm në jetë dihet që janë prindrit, po padosht me absolutisht vlerën e prindve dihet sa e kanë. Unë jam shumë e fat që më ka hyrë në jetë edhe vjera jam që është si nona jam e dytë, e asaj e la djalin kështu. A është kajt, a është smut, a shka është, e di që e kom lënë durë sigurta dhe është si me majtun, si me majt ajo. Kështu që dihet që për prind jam e fate për vlla, motër, krejt në rregull, po vjerën e kam mbështesje shumë të madhe. Çka është një këngë që e pëlqen vjerës tane? Kështu që ç'te me kënu ka shtëpia, ka ti bëni punë, kështu që garant bashkë i bëni. Tash me kënu, në përgjithësi pëlqejnë shumë këto projektet që i ka me Çifteli, këto këngët popullore, muj me thënë. Po në jo sakt kështu nuk është që pëdi që ka veçu kështu, këti pëlqejnë. Ashtë të paktën mjaftueshëm që e kënon ti.